Slujbën e sigurisë nuk e kinë gjendje të rregullt vendosur. U gjuh. Tu imaš podatke kako da promeniš vozačke dozvole od srpske na kosovske vozačke dozvole. Banorët e Kosovës kanë me u pajis me patent shoferat Republikës Kosovës. Arsye ndalës është tejkalimi i shpejtësisë. Gjoba që parashihet për këtë shpejtësi është personin fjalë i shqiptohet kundërvojtja në vlerë 20 euro. Njësia trafikut Rejandal Mitrovic-Veri është pi kontrolin fshatin Leshak. Në kontrol trafikut rregullon zbatim të ligjit 3, i cili ka filluar me 3/4/2024 për rregullat e reja trafikut rregull. Përshëndetje. Dobar dan, sa obraćajna i vozačka? Ako atë regjistrim ligj. Kad voziš treba vozačka. Hvala. Gospodine Marko, izvini za vreme. Ajde srećan put. Sonja, živiš u Sočanicu, a? Tu imaš podatke kako da promeniš vozačke dozvole od srpske na kosovske vozačke dozvole. Ajde srećan put. Možete vozi poslova kola sa tom dozvolom. Avtomjeti që kemi ndalë ka qenë nga një banore Soqanicës, Republika e Kosovës, e cila ka qenë e pajisur me patent shofer shumë nga Republika e Serbisë. Për atë arsye kemi dhënë një fletushk ku janë udhëzime se si mundet me ndru patentën pe patentës që e ka marrë në Republikën e Serbisë me marrë patent shoferin e Republikës Kosovës. A janë obligative me ndru patent shofer? Ato i ka gjitha shënimet në fletushk, banorët e Kosovës kanë me u pajis me patent shoferat Republikës Kosovës. A mundesh me na kallëzu për çka fjalë shqipton kundërvojtjen dhe sa është dënimi? Personin fjalë i shqiptohet kundërvojtja në vlerë 20 euro. Shpejtësia që është e kufizuar është 60 km/h, personin fjalë vozit 76 km/h. Motja është bërë me laser. Kjo është kundërvojtja cilën e ka parapo ligji për këtë shpejtësi. Këtë gjurgot 20 euro, në pas më dike që drejt pagesës pas më dike. Po du bërë që në mirë.
Nije carek. Edhe që rrybën e sigurisë nuk e kinë gjendje të rregullt të vendosur. Po jas një Sad sam krenuo da izađem, za to sam teo. Sad sam tela da izađem. Ju në gjendje, ju Mm, në mënyrë të rregullt, se kitë vendosur në mënyrë të rregullt. Lidijana, imaš kosovske lične karte? Imamo linije ovdje, tu lepo se sam predala, treba da kupim. Këtu për sa? Që se ka të vendosur në mirë rrybën. Po i thash. Ovdje da bi ja objasnila nešto. Vozila me danas kod doktora. Ej, U gjuh, Dmitro. Shkini po jas, od prve, ju stavi kako treba. për çto për Shqipëri? Për Shqipëria, për pajacet, se nuk është. Ime oca? Ime oca? Dragomir. Ваша adresa? Gdje stanoviš? Lesha. Arsye ndalës është te kalimi i shpejtësisë. Gjoba që parashihet për këtë shpejtësi është 20 euro, neni 53.6, ligje 08L 186. Gjoba parashihet 20 euro, në fat pagese 15 ditë është 10 euro, edhe nëse ka ndonjë ankesë lidhe me zyrtarët ose sjelljet ose ka fat me paraqit ankesën 8 ditë. Edhe sa ke shpejtësia që e te kaloj? Shpejtësia ishte 15 nga shenja e kufizimit. Njësitë e trafikut rajonal formojnë pikat kontrole të automjetit në lokacionet ku ata vrenë që nuk janë duke zbatuar rregullat e trafikut, zakonisht ku te kalohet shpejtësia, te kalohet në vit plot e kështu me radhë. Për shembull ka raste ku gjobiten edhe për rrymë sigurisë. Po në ligjin e ri të rregullat e trafikut është e parapomë edhe vendosja rrypje të sigurisë, edhe çdo kundërvajtës i cili nuk vepron në bazë të ligjit të ri për rregullat e trafikut rrugor ndeshkohet dhe morë mosa ligjore. A mundesh me na tregua ko kategoritë cilat lirohen tek kësajna prej Përdërim. sigurisë? Ka kategori që personat kanë pej mjekut, lejum kanë dokument pej mjekut. Sot shpeshta janë kontrollat, apo a janë vazhdimisht edhe në cilat pika më shumë të Kontrolla trafikut na janë çdo ditë 24 orë veprojnë njësit, lokacionet ndryshme edhe për kundërvajtje, çdo kundërvajtje që shkaktohet në trafik, policë ndërmarrë mosa dhe reagojnë. Pra me miratimin e ligjit të ri edhe vurjen në funksion, a ka ndryshuar numri i gjova, a kanë filluar më vetëdijsu? Vrehet një vetëdijsimi shtetore, sidomos vendosje të rrypjes sigurisë dhe përdorimi i telefonit. Pra, a keni mesazh për krejt qytetarët? Apeloj te shtetarët të respektojnë ligjin e ri të rregullat trafikut rrugor me qëllim të krijimit të sigurisë për të gjithë pjesëmarrësit në trafik.